Binjak, kjo video është për ty. Sot do kanalizoj një gujtë shpirtërore të shkurtër se si do jetë viti i kalit për shenjën tuaj. Mos harroni që kjo është një gujtë e përgjithshme dhe nuk aplikohet për secilin prej jush. Nëse doni gujta të personalizuara, duhet të rezervoni gujtën tuaj, sigurisht kundrejt një pagese. Të shohim se ku duhet fokusohen apo çfarë energjie do kaloni ju përgjatë vitit të kalit. Ju ndjej energjetikisht pak më të çliruar se sa ishit në fillim të vitit. Ndjej shumë pavendosmëri tek ju. Duhet të rrënjëzoheni që të merrni qartësi dhe të dini se çfarë do bëni. Binjak, gjatë këtij viti, pra energjia e kalit ju fton që këtë vit të kërceni me energjinë tuaj, të kërceni me jetën, mos të jeni aq serioz, keni përmbushur një cikël shumë të rëndësishëm, merrni mësime nga kapitujt e vjetër që duhen mbyllur dhe filloni bëjni gjërat ndryshe, lëvizni. Këtë vit ju kërkohet të lëvizni energjinë tuaj në çfarëdo lloj niveli. Shumë prej jush duhet udhtojnë, shumë prej jush duhet të udhtojnë brenda shpirtit të tyre, tek portali i zemrës, shumë prej jush duhet të sjellin projekte të reja në jetë. Pra, mos operoni më me sistemet e vjetra apo me mënyrat e vjetra, sepse mënyrat e vjetra nuk funksionojnë më. Viti i kalit do ju ndërgjegjësoj që duhet të bëni gjërat në një formë ndryshe që të keni rezultatet e dëshiruara apo të synuara. Tjetër, tani ose më saktë këtë vit është momenti që ju të mbillni fara të reja, të cilat do tregoheni të devotshëm, që me kalimin e kohës të fara të çelin, t'ju japin frytet, të kena të trungun e pemës, po flas metaforikisht tani. Ky vit ju fton që përveç se të lëvizni energjinë tuaj, ju fton gjithashtu edhe që të kujdeseni për rënjët e juaja, të shikoni nëse vizionet e juaja apo ardhmja e juaj që ju aspironi është e rrënjëzuar në rrënjë të shëndetshme apo themelet e ëndrave dhe vizionave tuaja janë në rrënjë të kalbra apo në themele që tunden në gjën e parë apo me stuhinë e parë që vjen drejt jush. Duhet të forconi themelet e aspiratave tuaja dhe besoni tek plani juaj hyjnor, sepse çdo gjë po ndodh për ju dhe çdo gjë po ndodh siç duhet të ndodhte. Për marrë dhe një mesazh tjetër, nuk kuptoj ku e keni çuar entuziazmin, se po ju ndjej energjetikisht shumë si të lodhur, pak si të fikur, si të përgjumur, dhe po flisni me një intonacion shumë të ulët. Ushoni pak. Viti i kalit do jetë një vit shumë transformues për ju, ku do transformoheni në çdo nivel të mundshëm. Ju lutem përqafojeni këtë transformim, mos e pengoni, punoni me your shadow self, me anën tuaj të errët, punoni me plagët e së shkuar, sidomos plagët ancestrale, punoni me frikën tuaj për të parë dhe lejojeni transformimin të ndodhi në mënyrë që ju të shkoni tek froni juaj, tek ajo që ju takon. Lejojeni veten të rriteni në çdo nivel të mundshëm dhe kujtojeni vetes që e shkuara duhet të shkojë, kapitulli vjetër duhet të mbyllet dhe është koha për një fillim të ri. E di që mbyllja e kapitujve të vjetër nuk është e lehtë, por më shumë e nevojshme për ju, sepse ju duhet të ridrejtoni komplet jetën tuaj. Dilni pasqyrë, shikojeni veten për atë që jeni në të vërtetë, shikojeni veten për atë që doni në të vërtetë dhe filloni bëni rregullimet që pasqyrimi juaj të jetë në harmoni, jo vetëm me mendjen tuaj, por me zemrën dhe shpirtin tuaj. Vit të mbarë dhe të shihemi në kujtat të tjera. Paçi.